Me datën 23 shtator dhe 24 gjithashtu kemi qenë në ndrim të natës prej orës 19 deri në orën 7 mëngjesi. Ku udhëheqës të ndrimit e kemi pas të ndjerin rështerin Afrim Bunjaku. Si zakonisht në fillim të ndrimit, rështeri na njofton për detyrat dhe për të rejat që ka ndodhur gjatë ndrimit para prak dhe normal na ka caktuar në për detyra se cilin e detyrat normale, rutinore, policore. Në fillim të ndrimit, mua dhe kolegu Navni Behrami më ka caktuar që të shkojmë në fshatin Banjës, pasi që rështeri na njoftoi se ka një informat që dyshohet për 2 kamion të ngarkuar me dru, që dyshohet që të kalojnë në rrugën në fshatin Banjës dhe në Izvar. Rreth orës 19:25, jemi në fillim ndrimit jemi përgatit me kolegu Navniun, jemi nisur në fshatin Banjës, kemi arritur rreth orës 19:25, në hyrjet të fshatit tek ura, jemi pozicionuar atu dhe kemi vëzhguar në lidhje me informatin që kishim. Aty kemi pas rastin të takojmë edhe njësi tjera patrolluese dhe shkëmbenim informata në lidhje me informatin që kishim paraprakisht. Gjithashtu, sa kemi qëndruar ato, kemi pas kontakte edhe me banor, qytetar të rastit, kalimtar, kemi biseduar normal, na kanë përshëndetur. Dhe aty kemi qëndruar deri rreth orës 21, kur ka ardhur edhe rështeri vetë prezent me 3 kolegë të tjerë, me Fahri Shalën, Elez Pecin dhe kolegen Mirjana Radovanović. Ta kanë patrollu një xhiro në përfshat dhe kanë ardhur tek ne dhe ne kemi njoftuar që nuk kemi hasur diçka të dyshimt apo ndonjë informat në lidhje me kamionet. Dhe pastaj na ka urdhëruar që të vazhdojmë me detyra tjera, të kthehemi në qytet dhe të vazhdojmë me detyra tjera. Kemi vazhduar me patrullime deri mbas orës 22 dhe pas orës 22 kemi darkuar së bashku me të ndjerin rështerin Samedin Lahun, Avni Behramin. Të ndjerin rështerin presje Samedin Lahun, Avni Behramin. Samedin Lahun dhe Avni Behramin. Përsa njësit e tjera kanë vazhduar me patrullime. Pastaj prap kemi vazhduar me detyra normale patrullime. Kemi vazhduar me detyra normale të patrullimit. Dhe dikur rreth orës 2:40, 2:35-40 ato, rështeri i ndjeri Afrimi na ka njoftuar se do të përgatitemi dhe të shkojmë në fshatin Banjës, ku kishte informat se një njësit që kishte në vend ngjarjes, një NSH apo kanë njoftuar që është bllokuar rruga ura hyrëse për në fshat nga 2 kamion. Rështeri na ka urdhëruar, na kanë njoftuar që të përgatitemi, të marrim gjitha pajisjet në dispozicion, duke vendosur antiplumb, helmet dhe armë të gjata dhe jemi nisur drejtim të fshatit Banjës me 2 automjete. Në automjetin e parë Toyota ka qenë rështeri i ndjer Afrimi së bashku me Elezin, ndërsa në automjetin e dytë, ndërsa në automjetin tjetër Shkoda kam qenë unë dhe Fahri Shala. Rrugës për në fshatin Banjës nga rruga magjistrale është fshati Joshevek dhe rreth 1 kilometër ose diçka më pak para se me arrit të vendin ngjarjes e kemi hasur një automjet që ka lëviz ngadalë dhe na është dukur i dyshimt, ku e kemi ndaluar, e kemi legjitimuar një person dhe kemi marrë dhonat dhe kemi kontrolluar në detale, kemi bërë verifikime në bazë, ishte person që nuk kërkoi, derisa kemi bërë kontrollimin e personit dhe automjetit në fjalë, aty ka arrit dhe njësit i trafikut, të përbërë për 2 zyrtarëve, Avni Shala dhe Halim Behramaj. Pasi që personit i ndaluar nuk kërkoi, e kemi liruar, i kemi marrë dhonat, është gjetër në ulsen e pasagjerit një antenë e Motorola, radiolidhës Motorolës, dhe kemi vazhduar me 3 automjete në drejtim të lokacionit, fshatin Banjës. Pas pak kemi arritur ato dhe kemi vrejtur një ndryqim të fortë të kura, ku kemi takuar kolegut që ishin para neve ato,
I kemi parkuar automjetet skaj rrugës dhe kemi vrejtur ndryshimin e fortë që ka qenë ndërsa fshati duke në rësirë. Ndërsa fshati duke në rësirë. Rështeri ka kontaktuar me kolegët e njësitit duke marrë informacione dhe duke parë situatën dhe atë ndryshim të fortë që ishte, kolegu Elezi thot, koleg të shpërndahemi, thot se diçka nuk është në rregull, mund të ndodhë diçka. Edhe rështeri pashtu ka thonë shpërndahuni atëherë. Ashtu dhe rështeri ka thënë shpërndahuni. Dhe jemi shpërndar, Elezi i pari ka filluar të shkoj të një kamionet që ka qenë e parkuar skaj rrugës, ajo ka qenë e dëmtuar e vjetër. Unë kam vazhduar pas tij edhe 2 kolegë të njësitit tjetër dhe kemi filluar të pozicionohemi dhe ende pa u pozicionuar mirë, ka shpërthyer një detonim i fuqishëm dhe nga ai detonim aq i fuqishëm më duket se jam ngritur nga toka dhe normal na ka humbë balancimi. Por shpejt e kemi marrë veten dhe menjëherë kanë filluar të shtënat të parreshtura, rafale të ndryshme, të pandërprera, të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm. Dhe ne kemi pyetur njëri tjetrin, a jeni mirë? Dhe pastaj Fahriu, kolegu që ishte i pozicionuar pas kamionit që ishte i bllokuar në urë, thot se është goditur rështeri. Dhe ne, normal që ju kemi përgjigjë zjarrit nga pozitat tona dhe shkak të ndryshimit të fortë që ka qenë, kolegu Fahriu ka thënë theni dritat për të pamundsuar dukjen tonë aty. Menjëherë e kam drejtuar armën në dritat që kanë qenë në shtyllë, dritën e parë e kam thy me një plumb, ndërsa të dytën me plumbin e dytë. Pastaj kam thyer dritën e dytë, e kisha armën drejtuar në qiell, e kam vrejtur një dritë të kuqe, që ishte lloj fluturake apo dron si thonë. E kam marrë shënjestër, 2-3 rafale të shkurta, por si duket nuk e kam goditur dhe në atë moment është tërhekur droni në drejtim të pjesës që është manastiri lart. Gjersa të shtënat vazhdonin rregullisht pa ndërprerë, kolegu Mirsadi ka shkuar ta marrë automjetin e tyre ngjyrë të bronzë në breshërinë e plumbave të pa ndërprerë, por në atë moment nuk ka ndezë automjeti. Dhe kolegu Elezi ka thonë Mirsad, shkon Toyotën tonë, Toyotën ngjyrë të bardhë, aty është qelsi, dhe prap Mirsadi ka vazhduar në breshërinë e plumbave çdo herë, e ka sjell automjetin afër trupit të rështerit dhe Fahriu i ka thonë Elezit, Elez, ndihmoni kolegut me vendos rështerin automjet për ta transportuar për ndihmë. Kolegun automjet për ta transportuar për ndihmë. Ne të tjerët kemi bërë mbulimin aq sa kemi mundur për t'ia mundsuar kolegëve tërheqjen e trupit të afrimit. Po them çdo herë breshëri armësh të kalibrave të ndryshëm drejtim ton. Me vështirësi kolegët kanë arritur me vendos trupin e afrimit në automjet, edhe kolegu Albani ju ka ndihmuar dhe është nisur automjetin drejtim të emergjencës të Mitrovicës. Çdo herë në breshëri të plumbave, ku edhe është goditur automjeti që bën të transportimin e rështerit, dhe kam dëgjuar që edhe goma kur është shpërthyer, e kam dëgjuar ajrin e gomës që ka dalë. Por ata kanë vazhduar drejt emergjencës. Sa të shpitar? Vetëm asa që në përgjigje. Ne të tjerët kemi vazhduar her pas her me të shtëna, pasi që të shtënat e personave që ishte shumët nga shumë pjesë, shumë pozicione,
kolegu Albani ka qenë i plagosur dhe është afruar afër nesh mbrapa kamionetës, ku ishte edhe çlirimi. Pariu ka qenë mbrapa kamionit që ishte në barikadë, ndërsa dy kolegët tjerë të trafikut ishin më poshtë, i kam vrejtër si janë pozicionet e tyre, sepse jam munduar të përcjell situatën për rreth, duke shikuar nga rruga që vjen nga izvori dhe nga shkëmbejt mbëshduar situatën për rreth. Për rreth. Kam vëzhguar për rreth, po. Rrugën që shon për izvor. Rrugën, po. Kodrën me shkëmbej guror që ishte prapa nesh, duke menduar se mos ka ndonjë person për të na sulmuar nga prapa. Dhe gjithashtu kam vëzhguar dhe kolegët e trafikut. Një person për të na sulmuar nga prapa dhe gjithashtu kam vëzhguar edhe kolegët e trafikut. Po vetëm pak. Po. Sepse ka prokurori do me ndërhyjësh. Dëshmitar, ju përmendet pozicionet e sulmuesve. Unë është me tregu gjykatës se për çfarë pozitash vinin gjujtjet, ose a ke mujt me vrejti për këtyne sulmuesve ndonjë shaj identifikuese, figurës e diçka që ke mujt me identifiku? Po i nderuar, derisa shkëmbenim zjarr me personat sulmues që shtinin në ne nga shumë pozicione, që nga ana e djathtë ku ishte shkolla, mesi i fshatit që ishte një rrafsh, edhe pjesa ku ishte manastiri dhe objekte të shumta, mburoja të kamufluara, rrath betoni edhe automjete të vjetra, kam vrejtur shkëndijat e zjarrit nga persona që drejtonin qështinin në ne, me armë në dorë, me uniform që gjasonin në uniformë ushtarake, nuk mund të them ngjyrën pasi që ishte terë natë, disa me kapela dhe me maska nga shumë pozicione. Mund të identifikoj 20, 25 apo 30 nga afërsia maton lumit, të cilët çdo herë pa ndërprerje kanë shtënë ne. Të dëshmitar, po e vrej kërkoj ndjes nëse perceptova kështu keni problem me ndëgjim. A është kjo si shkaktoi pasojë sulmit apo keni edhe më herët këtë problem? Unë në vazhdim deshta të ceku, po dhe në fillim se përpas që jam dëshmitar në rast, të pas sulmit në Banjsk, dhe sidomos, më fani po ndeshta me mënyrë kronologjike kështu po, sidomos pas lajmit, kur e ka komuniku e Lezi përmes radiolidhjes, kur thot se e humbëm kolegun me keqardhje, derisa unë isha në autoblind, duke transportuar kolegun Albanin dhe duke u tërhequr në të tjerët, aty e kam ndirë vetën të thyer. Dhe po ashtu, kur kemi arritur në spital, kam qenë gjendje të rëndë, por gjithherë me shpresë që rështeri është gjallë. Aty e ka konfirmu edhe mjeku edhe kolegët që rështeri ka ndruar jetë, është vrarë. Unë aty jam thyrë për së dyti, prapë duke rënë në gjunjë, duke kapur kokën, dhe pastaj nuk e mbaj mend, derisa pas një kohe e kam parë veten të shtrirë në një krevat të emergjencës në Mitrovicë. Dhe pas asaj kohe, unë kam bërë kontrole, kam kërkuar shërbime mjekësore në policinë e Kosovës, dhe kam pas terapi psikologjike dhe psikiatrike, seancat të shumta me psikolog dhe psikiatër. Dhe pas ekzaminimeve të bëra nga mjekët dhe raportet e tyre, unë kam pasur trauma dhe gjithashtu kam pasur pengesa me të dëgjuar. Dhe këtë e vreja më së shumti kur gruaja dhe fëmijët më kërkonin diçka. Shpesh herë vajza më thoshte babis, po dëgjon, çka është, nuk u kam treguar në detale fëmijëve. Dhe pas kontrolleve që kam bërë dhe ekzaminimeve mjekësore, unë sipas mjekëve kam humbur dëgjimin rreth 30%. Gjithherë sipas mjekëve dhe gjendjes time të rëndë, kam përdorur terapi dhe pastaj jo munduar ta marr veten. Çdo herë duke kujtuar rështerin tonë, sa kisha dhimbje të rëndë, i thyer me trauma të rënda, duke më vrejtur familjarët, pa marrë forcën, ta menaxhoj vetveten, dhe ta të i kaloj këtë krizë. Dhe me insistimin tim, unë jam kthyer prap në mesin e kolegëve në stacionin policor në Zveçan. Edhe pas insistimit të psikologut dhe psikiatrit që unë të pushoj,
por motivi, frymëzimi dhe mosdërzimi kam arritur të gjej forcë dhe të kthehem të vazhdoj punën aty ku kam lanë. Edhe pse më është mundësuar nga stafi i policisë që të punoj ku të dua, por çdo herë kam insistuar që të kthehem atje, në mesin e kolegëve që kemi përjetuar rastin sulmin e tmerrshëm, të rrufeshëm në fshatin Banjsk. Faleminderit, zotë dëshmitar. Kemi mbrapa deklaratave që keni dhënë në polici dhe në prokurori. Unë qëndroj mbrapa deklaratave që kam dhënë edhe në polici edhe në prokurori. Desha të shtoj se ne, si zyrtar policor, në rastin e Banjskës, në sulmin e tmerrshëm që ka qenë, kemi qenë në mes të dy zjarreve, sepse në ato momente kur të shtënat ishin të pandërprera, të rrezikshme, kemi pasur parasysh edhe banorët e fshatit që në atë kohë të natës si e kanë përjetuar ata. Edhe ka qenë vështirë të marrim në shenjë personat sulmues, duke u friksuar që mos po dëmtojmë ndonjë qytetar banor të fshatit, të cilët në atë kohë kanë mundur të dalin në dritare, në balkone, për të parë se çfarë po ngjet. Prandaj ne jemi kanë të kujdesshëm, edhe në atë gjendje të rëndë. Jemi munduar që ta menaxhojmë situatën. Dhe kjo është dëshmia më e mirë që askush nga banorët e fshatit nuk ka pësuar dëmtim as në pronë, as fizikisht. Ndërsa ata që na sulmuan, atyre u dham përgjigjen e merituar. Nderuar gjykat, desha të them që gjatë kësaj kohe që po mbahen këto seanca, duke rrëfyer e dëgjuar dëshmitë për rastin e Banjskës, sidomos këto ditë e fundit, kam qenë dhe jam thellësisht dhe shpirtnisht i lënduar. Mendoj që edhe kolegët tjerë, edhe të afërmit e familjes Safrimit, edhe mbar opinioni, kanë një ndjenjë të veçantë. Gjithashtu, mos ta harroj dhe familjen e Afrimit, bashkëshortes dhe fëmijët. Paramendojeni si e ndjejnë veten ata sot, këto ditë, duke na dëgjuar neve, duke rrëfyer për rastin, dhe fëmijët e rrështerit, duke dëgjuar për prindin e tyre, me siguri e përjetojnë rand, mungesën e prindit. Por ata tashmë janë rritur dhe e kuptojnë, edhe pse me dhimbje të madhe, me mërzi të madhe, dhe në vazhdim ata do të mburren dhe të jenë krenar për babajnë e tyre dhe veprën e tij që ka bërë. Prandaj në fund desha të them lavdi e përjetshme rrështerit Afrim Bunjaku, tani më heroi i Kosovës. Faleminderit. Derisa kemi qenë shkëmbim zjarri me këtë grupin terrorist, Kemi qenë në shkëmbim të zjarrit, në momentin që kena arrit me largu rrështerin, është shfrytzu situata dhe janë afru, kanë gjuhë granatën e dorës, dyshoj granatë dorës, është shfrytzu situata dhe janë afru, kanë gjuajtur granatën e dorës, po. e cila për fat nuk e kalu kamion, por është aktivizu mi kamion, ku isha unë atë, dhe krizme detonimi i saj ma ka dëmtu timponin e veshit tonë së djathtë. Ku edhe për këtë, do më thonë, kemi ende tretman mjekësor, kemi kontakte edhe me psikolog, lidhur me rastin që kemi pas ndjeshëm, për këtë jam i dëmtuar. Për këtë? Jam i dëmtuar. Jam i dëmtuar. Për këtë arsye jam i dëmtuar. Të dëshmitar, a mundesh me konfirmu? Po vetëm pak, dhe ka diçka avokati Pantović. I nderuar gjyqtar, mendoj se ka kohë që këto pyetje dëshmitarëve se a janë të dëmtuar, që ta zgjidhim në këtë moment, pasi që prokuroria në akt akuz ka propozuar dëgjimin e 6 të dëmtuarve, 6 personave të dëmtuar. Dhe me këtë gjë në një farë mënyre, domethënë statusi i të dëmtuarit i është pranuar, duke marrë parasysh që akt akuza është konfirmuar. Dhe në bazë të kësaj, duke të kërkoni nga secili dëshmitar që ta shpreh mendimin subjektiv se a është i dëmtuar apo jo, mendoj se nuk është në rregull, duke marrë parasysh se statusi i të dëmtuarit është i caktuar
është i përcaktuar domethënë me kodin e procedurës penale, domethënë kjo është kuptim juridiko penal dhe nuk mundemi për shkak të asaj të marrim parasysh domethënë ndjenjat subjektive të dëshmitarit se a është i dëmtuar apo jo. Faleminderit. Keni diçka më shtruar në lidhje me këtë? Nuk pe kuptoj reagimin e mbrojtjes me su prokurorin që ka me bo pyetje, është e drejtë plotësisht e prokurorisë me bo pyetje për me konfirmu pozicionin e dëshmitarit dhe çfarë cilësie është. Kështu që nuk ka Për konfirmu pozicionin e dëshmitarit dhe në çfarë cilësie është. që nuk pe kuptoj relevancën e reagimit të mbrojtjes sinqerisht. Mirë, mund vazhdoni. Pyetjen e parashtruar nëse s'ka Po, bëjmë me vetëm përgjigje. pak pyetja ishte kështu, A mund ta përshkroni më saktësisht Po? detyrat e juaja që ju janë caktuar me datën 23 shtator 2023 dhe kush ishin kolegët e juaj që ishin në detyrë se bashku me ju. Po, mund përgjigj. Me datën 23/9/2023, rreth orës 19, kemi qenë në rrimin e natës, kemi planu detyrën. Unë për një kohë të gjatë kam qenë zëvendësi i rrështerit. Unë për një kohë të gjatë kam qenë zëvendës i rrështerit. Ku edhe po atë ditë kam patrollu fillimisht me rrështerin, pasi jam do detyra dhe rreth orës 23. Më pasi rrështeri kishte disa detyra administrative, jemi kthy në stacion policor zveçantë. Kemi bërë një pauzë dhe nga aty unë kam fillu prap patrollim me kolegun Elez Peci. Kemi bërë një pauzë dhe unë kam fillu patrollimin me kolegun Elez Peci. Prap jemi kthy në stacion dhe me datën 24/9/2023, rreth orës 2:30-35, përmes dhomës komanduese kemi marrë një informatë se në fshatin Bajsk, një njësi kufitare cila ka qenë duke u kthyr, ka bën ndrrimin e kolegëve duke u kthyr, e ka vrejtë se ura që shpije në fshatin Bajsk është bllokuar prej 2 kamionëve. Bllokuar prej 2 kamionëve. Rrështeri me njerë në ka caktu unë, zbashku me Elez Pecin edhe Seda Dushin të pregaditëm me pajisje me gjitha dhe të shkojmë në drejtim të fshatit Bajsk. Pasi jemi dolë në avorën e stacionit policor zveçan, kemi diskutuar lidhje me rastin e fshatit Bajsk dhe aty kemi vendosur të marrim 2 automjete për shkaqe sigurie, ku rrështera Afrimi ka qenë në automjetin Toyota zbashku me Elez Pecin, ndërsa une me Seda Dushin kemi marrë automjetin Shkoda. Prej aty pasi jemi nisur në drejtim të fshatit Bajsk, i kemi njoftuar dhomën komanduese dhe stacionin tonë se jemi në drejtim fshatit Bajsk. Me të arritur në fshatin Jeshevik, ato pa prit mas një vetur Golf 3, Jeshevik. pa prit mas një vetur Golf 3, ka hyrë për një rrugisë në mesin e 2 veturave tona, edhe të njëjtën kohë Befas është kthyer në drejtim zveçanit. Gjë që për neve ka qenë automjet i dyshimt. Atëherë përmes radios kam kërkuar rrështerit përmes radios që të kthejem të ndalojmë këtë vetur se vetë veprimi i saj ishte i dyshimt për neve. Këtë vetur e kam ndaluar dikun rreth 150 metra te i vend ku është kthy. Këtë vetur e kam ndaluar 150 metra prej vendit ku është kthyer. Dhe gjatë kontrollit të kësaj veturës në ulsën përparme të automjetit e kemi gjetë një antenë e cila ishte e tipit Motorola. Cila ishte e tipit Motorola. Diçka tjetër në automjet dyshim nuk kemi gjetë. Kemi bërë verifikimin e personit fjalë, ku nuk ka qenë i kërkuar as nga policia as nga gjykata. As nga gjykata. Kemi marrë gjitha shënimet mbi personin, pozicin edhe automjetin dhe gjitha këto i kam përcjellur tek njësitë e hetimor policor. Dhe për shkaqe që situatës që ishte në Bajsk, ne jemi mundu shumë shpejt me bo kontrol dhe me vazhdu drejtim kolegëve tonë që kishim. Me atë arritur tek hyrja e fshatit Bajsk,
Pasi që unë tani isha me veturën tim me i pari, e kam ndaluar dikun rreth 20 metra larg kamionit ku kanë qenë. E kam ndaluar dikun rreth 20 metra larg kamionit. Mbrapa meje është ndaluar edhe rreshteri me Elizën. Kemi parkuar ato mjetët. Me është ndaluar edhe rreshteri. Kemi dalur nga vetura. Kush është ndaluar mbrapa jush? Rreshteri me Toyota që kanë qenë edhe Elizë. Rreshteri me Toyota dhe Elizë. Kemi qenë me 2 vetura. Po, qo. Kemi dalë nga vetura, ato kemi diskutuar në automjetin Toyota kemi lënë çelësat, domethënë ka qenë çelësat për shkaqe sigurie, diçka rastësisht mendo, ndërsa kemi vazhdu unë rreshteri, domethënë këta dy politë katërt duke ecur drejtim kamionit ku kanë qenë vendosur. Po ashtu kemi bisedu edhe për vendin e ngjarjes, po edhe për fshatin. Një dallim për hera tjera, se ne kemi patrullu edhe ma herë të fshat, kemi vrejtur se shumica e shtëpive ato kanë qenë me drita, nuk kanë pasur në zut drita të fare. Shumica. Çfarë kam si mikrofonin dëshmitaresh pak më Po mikrofonin ngritë pak më. më lart. Ja, është po si mund dëgju se përkthyes të gjithë. Po shumica e kanë qenë me drita të fikura. Fikura. Ndërsa ku ishim ne, ka pas edhe shtyllë që i ka pas 2 drita të vendosna, ka qenë një ndryshim shumë i mirë. Ka pasur shtyll, jo shtëpi, shtyll. Shtyllë, ndryshues. Po, që ka pasur 2 drita të vendosa, pra ka qenë një ndryshim shumë i madh. Me të afruar ofër kolegëve të një nëshës që ishin ato duke na pritur neve, mrapa kamiona, unë jam prezentu, se ata si në njoft, po si kolegë, po jam prezentu edhe me njënën pe i kolegëve kom bisedu edhe i kena dalë para kamionën hyrje të fshatit Bajsk, për shkaq që sigurie me shiqua ka edhe diçka tjetër anë përpara. Dhe gjatë bisedës me kolegun, i thonë adin, mos mi prek njerë kamionës se mundën me pas në eksploziva, diçka tu diskutu kemi qenë, pa pritmaz e kemi ndëgju një shpërthim mrapa kamionëv, detonim shumë i madh. Dhe pa ndërprej zhurma e detonimit kanë fillu shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit Bajsk. Pa ndërprej zhurma e detonimit, kanë filluar shtëna të ndryshme Të na sulmojnë drejtim nesh. duke na sulmuar në drejtim nesh. Dhe nga ato unë kam fillu t'i kundërvyem me armën time zyrtare, duke u tërhequr nga dalë mbrapa kamionëv të përdori si mburoj. Të dalë mbrapa kamionëv të përdori si mburoj. Pasi ndonë mbrapa kamion të parë në anën e majtë të rrugës që ka qenë i vendosur, ka qenë ma përpara, kam shiquar mbrapa nuk i kam vrejtur kolegët. Nga ato kam bërtitur me zë që a jeni mirë se nuk e disha që ka ndodhë. Nuk ish isha kolegë, kam bërtitur me zë a jeni mirë se nuk e disha çfarë ka ndodhur. Ato nuk ka morë përgjigje, nuk është lejmu kërkush. Atëherë pej kamionit parë dikon rreth 30 sekunde gjujtje që kisha shkëmbim zjarri me këtë grupin terrorist, kam vazhdu tek kamioni i dytë. Vetëm pak. Dhe pas 30 minutë, si 30 sekunda pas 30 sekunda, kam kaluar tek kamioni i dytë mrapa, që ishte domona i ka qenë ma përmas se ky pari, dhe ato e kom vrejt dikon rreth 1 metër e gjysmë ka qenë një koleg i shtrirë. rreth 1 metër e gjysmë nga aty ka qenë një koleg i shtrirë. Pasi që ishte i krusur, nuk kom mujt me identifiku kur e kom pa në fillim, por e kom Ishte i thirr. krusur, nuk kam mundur me identifiku. Me Kam thirr e kom thirr polic koleg, por nuk është përgjigj, s'ka lëviz. Atëherë jam afru shumë shpejt. E ka pas dorën e majt, kështu ka qenë një krysur, e kom kop dorën atëherë e kom vërejt që është rreshteri. E kom vendos dorën e djathtë në qafë për një herë, me shqu se ako puls, por për shkak gjutje, krizma nuk ka mujt. Pasi jam ngritur në këmbë, i kam vërejt kolegët që ishën, domethënë 3 kolegë në një shës edhe 2 kolegë patrullues të mit, kanë qenë të një kamion që ka qenë dikon rreth 10 metra larg nesh, në drejtim të Izvorit, fshatit Izvorit që shkon rrugë. Izvor. Dhe ato për njëherë kam menduar se çka do të bëjmë diçka për ta tërhiqim rreshterin dhe të jemi më të sigurt përmes radios. I kam thirr kolegët që të dëmtohet ndriçimi. Dhe kam kërku që mos të lëshohet vetura aty nëse ata kishin një sjen një shës se kanë pas veturën ofer ato vetëm. Që mundësisht të lëshohet Vetura për me vendos rreshterin me afru. me afru po. Po, që të afrohet vetura e në Një shës. Një sjen kufitare. Po, mund vazhdoni? Një kolege e një shës, domethënë është mundu mi ndez veturën, por për shkaqet që
të goditjes nga predhat e armeve ka qenë jo aktive, do mund nuk ka dhejse. Atëherë kemi kërku të del nga vetura ky koleg pasi që kishte të shtëna të mëdha drejtim veturës. Edhe Elez Peci e ka njoftu për ta marrë veturën tonë, se ishte tani afër me vërhapu, me marrë veturën tonë, edhe ka njoftu që janë qelësat në veturë. Do mund vesh ky kolegi një nëshës e ka marrë veturën tonë dhe është ardhur tek unë edhe rështerë. Më ka thonë kolegë s'po muna vetëm me vendos në veturë, atëherë kom kërku nga kolegë që ishin më lartë të na asistojnë, të vinë poshtë, me na asistu derisa të vendosëm rështerën në veturë. Po në gjatë gjithë kohës. Derisa të vendosim rështerën në veturë, presë unë gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës kam qenë duke shkëmby, duke u gjuajtur me njësitin, me grupin terrorist, për shkak mos milon mu afru, ku edhe ata afër nesh kanë qenë prej 10 deri 15 metra. Ku ata afër nesh kanë qenë prej 10 deri 15 metra. Edhe kja që bën me kuptu që kanë qenë aq afër, vetë ku është dhezë, do mund që detonimin që e kanë bo, ka qenë para kamionëve në cevat që janë të betonit, në të ato. Në gypa të betonit? Në gypa të betonit, po. Të shqiptar. Leoz, nëse i përmendet gjujtë që kanë ardhur në drejtim jush, a mund është me konfirmu... Përmendet gjujtë që kanë ardhur në drejtim tuaj, a mund është me konfirmu? Në çfarë pozicionesh kanë gjujtur, çfarë pozitash kanë ardhur gjujtje, edhe sa pozita tilla kanë ardhur gjujtje, nëse ke mujt me i drejt. Po, zista ka një gjykata lidhje me fshatin Bojsk, ku fshati Bojsk është i rrethuar prej pjeshkëve, është një nalësi, domethënë e banimit edhe shtëpia. Është një nalësi e banimit dhe shtëpiave, ku ne ishim në log në pjesën të ura, që është eko vetëm një hyrje. Ndërsa ne ishim në log të pjesën të ura. Të shtënat kanë ardhur, po thuajse ma shumë se 20 vendeve që kena mujt me vrejt, edhe pse ka qenë natë. Për më shumë se 20 vendeve çfarë kena mujt me vrejt, edhe pse ka qenë natë. Në bas krizma edhe do mund pej tytës kur të gjunë del zjarë, ato kemi mujt me vrejt. Armatim që është përdurë ndaj nesh, nuk jam ekspert, po mund të them që është përdurë pe armës më të lehtë deri te arma meron që përduret për automjetet blindume. Vetë fakti që është përzgjedhur ky fshat nga ky grup terrorist, na shtemi mendu se ka qenë një grup mirë i organizuar, mirë i trajnuar, mirë i trajnuar dhe shumë mirë i pajisur me armatim, gjë që na ka bërë me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet paraushtarake të Serbisë. Ndërsa sa i përket numrit, nuk jam i saktë me thonë, po mundet me qenë dikon rreth 50 persona që ka qenë. Ka qenë erësim, identifikimi plot nuk kemi pas mundësi me bo, por këta që kanë qenë afër poshtë. Identifikimin e plot nuk kemi pas mundësi me po, por këta... Kemi vrejtur se kanë qenë me uniform dhe kanë pas maska, gjatë lëvizjes shpejt, kur kanë lëvizur. Edhe ku kemi kuptuar se ky njësit është shumë mirë i trajnuar, se çdo herë kur kanë dosh me bo lëviz në drejtim nesh, e kanë përdorur pjesë gjujtjet për me avancu. Kanë përdorur pjesë gjujtjet për me avancu. Por ne, as edhe 1 milimetër, nuk jemi tërhequr prej pozicioneve tona, duke ju kundërhyrë këtij grup terrorist. Të dy shqiptar, përmendet që grupi ishte i strukturuar mirë dhe ishte organizuar mirë. Kini një ori, kush e ka udhëheq këtë grup? Nëse kini një ori? Po, në bos vendit që e kanë zgjedhur fshatin Bojsk, edhe organizimit që kemi vrejtur, siç tash edhe më herët, për avancim që kanë bërë në drejtimin tonë, mbrapa këtij grupit terrorist, mendoj që ka qenë një njeri me epitet të ta, që ka epitet të ta, dhe kjo mendoj që edhe për mes medjave kemi kuptu se organizatori edhe bashkëpjesëmarrësi i këtij rasti ka qenë Milan Radojčić, ku edhe vetë e ka pranu. Milan Radojčić. Të dy shqiptar, a mundi me vlerësu se reagimi i kolegëve tuaj gjatë sulmit dhe ardhja atyre me automjete blinduar ka qenë shpëtim për rigur? Fjallën për njësitë e specializuar. Po momentin që ka ardhur
autoblinda. Për neve ka qenë një shpëtim, edhe një ndihmes, edhe një ngritje e moralit, edhe ma shumë. Edhe pse ne rreth 40 minuta kemi pas shkëmbim me terrorist, e njëjtë autoblinda kur ka ardhur në hyrje të fshatit Bojsk, ka qenë e pamundshme të afrohet afër nesh, për shkak se u godiste dyshoj me zrut. Ku e njëjta ka bo lëvizje 2-3 herë në drejtimin tonë edhe është dashke më këty mrapa, për shkak se kishte gjujtje të atashme të mëdhaja. Ku e njëjta 2-3 herë Ka lëvizur para dhe mrapa nga gjujtjet të mëdhaja që vinin nga terroristë. Atëherë autoblinda në për atë zjarë është afruar afër nesh dhe ne me vështirësi jemi hyrë një nga një duke mbrojtur në autoblind.